Edhe një banor tjetër, zotri, ju keni qenë në një takim të kryeministrit Edi Rama, edhe ja keni shpalosur këtë problematik tuaj, nuk ka premtuar që do të japë zgjidhje. Çfarë ndodhi në atë takim? Tani takimi ishte për çështjen e ushtrisë, për çështjen e fabrikës pasurimit Bakrit. Unë i shpreha hallin tim që kisha me këtë, unë isha kthyer nga Gjermania për festat e pashme, edhe mora pjesë në takim. I shpreha hallin tim sepse unë jam veti teti në familje, jemi 8 pjesëtar të familjes që rrim peng i këtij vendimi, kësaj maskarade. Edhe madje ju tha që po ju azgjidha këtë problem do ktheni nga Gjermania. Patjetër. Edhe i kam premtuar që do kthem nga Gjermania, i kam premtuar me shpirt, jo premtim sa për të kalu rrallën. Çfarë po bëhet, në çfarë hapash jemi? Keni pasur më kontakte të tjera dhe sa është mbajtur ky premtim? Tani, do me thënë, çështja u mor seriozisht nga kryeministri, me la kontaktin e një këshilltari të tij, nuk e di çfarë roli kishte. Këshilltari më kontaktoi shefi i komisariatit numër 2. Deri këtu ishte kret qartë me thirrri, në zyrë, shkova në zyrë, më tha të marrë gjithë dokumentacionin që kisha me vete. Shkova në zyrën e komisariatit, edhe gjatë bisedimit, gjatë diskutimit aty, vura re që ato janë të pafuqishëm. Janë, do me thënë, të pafuqishëm, nuk kanë asë edhe një lloj ndikimi tek, do me thënë, plot fuqia e Albert Almunqajt që bllokon arbitrarisht të gjithë neve këto. Shpresoj se do të mbahet ky premtim dhe do zgjidhet. Patjetër, tek kryeministri jam shpresë plot që ai do ta realizojë këtë premtim që kam mbajtur. Edhe unë do t'ja realizoj premtimin që i kam bërë atij, që do kthehem direkt nga Gjermania. Domethënë, unë po larguar për këtë arsye? Jo. Unë jam larguar në 2010-ën. Po, për një jetesë më të mirë. Unë punoj në Stuttgart tek Mercedes-Benz në Sindelfingen. Domethënë, unë kthehem, domethënë e la punën edhe kthehem në vendin tim po të zbatoj premtimin kryeministrit.